qëndrojmë në Shqipëri këtë herë në Shkodër. Biblioteka e qytetit Marlin Barleti ka hedhur në faqen e saj në internet versionin e plot të digitalizuar të veprës së njohur Hylli i Dritës me rreth 10.000 faqe. Drejtuesit e kësaj biblioteke thonë se kanë përfunduar digitalizimin edhe të 150.000 faqeve të tjera nga revistat dhe gazetat më të njohura, dhe se po bëjnë përpjekje për kapërsimin e vështirësive për hedhjen e tyre në rrjetin e internetit. Korespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo përgatiti kronikën që po transmetojmë. Pas një pune 2 vjeçare, Biblioteka Shkodrës Marlin Barleti, e njohur si biblioteka më e vjetër në Shqipëri, javët e fundit ka hedhur në faqen e saj të internetit versionin e digitalizuar të revistës së njohur Hylli i Dritës. Drejtori i kësaj biblioteke, Gjovalin Quni, thotë se në këtë mënyrë Biblioteka Shkodrës po futet gradualisht në epokën digjitale, duke i quar fondet e saj më afër lexuesit dhe studiuesve. Natyrisht që nuk ka qenë punë lehtë, ne kemi digitalizuar 20 vite që ka Hylli i Dritës, çdo vit ka nga 12 numra mesatarisht, por ka edhe vite që ka më pak numra, dhe nga ana tjetër gjatë kësaj periudhe ne kemi arritur që të digitalizojmë dhe të përpunojmë rreth 10.000 fletë, të cilat ka kjo revistë. Biblioteka ka synu në radhë parë që këtë revistë, e cila siç dihet ishte e pamujtur për të shfrytzuar në një periudhë pothuajse 50 vjeçare, tashmë të bëhet e lirshme në shfrytëzim dhe studiuesit të krijojë një mundësi për të konsultuar me materialet që ka kjo revistë. Digitalizimi i periodikut është një proces i vështirë, jo vetëm për shkak të vjetërsisë së gazetave dhe revistave, por edhe të kapaciteteve të kufizuara të serverit që për momentin ka Biblioteka Shkodrës. Kemi rreth 100.000 faqe ose 100.000 fletë tjera të digitalizuara, por që paraqesin vështirësi në hedhjen online. Këto vështirësi janë të lidhur qoftë në anën e teknike, por qoftë edhe në anën ekonomike të publikimit të tyre. Kështu për shembull, mund t'jap vetëm shembullin e thjeshtë, publikimi i Hyllit të Dritës, digitalizimi i saj, më ka hangër një hapësirë në serverin ku qëndron fleta e bibliotekës, prej rreth 60% të serverit, dhe unë tashti e kam pamujtur herë për herë që të publikoj materialet të tjera të cilët i kam digitalizuar. Në procesin e digitalizimit të fondeve, përveç Bibliotekës Marlin Barleti, tashmë është përfshirë edhe Biblioteka Universitetit të Shkodrës si një përpjekje e saponisur për shfrytëzimin e teknologjive digjitale në shërbim të lexuesve dhe studiuesve vendas dhe të huaj. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.